Një incident i rënd dhune është regjistruar mbrëmjen e së hënës në zonën e Ysberishtit në Tiranë, ku një grup të rinj janë përfshirë në një përplasje fizike që ka përfunduar me të lënduar. Sipas informacioneve paraprake, 5 persona kanë ushtruar dhunë ndaj 2 vëllezërve, duke i goditur me grushta dhe duke shkaktuar një situatë kaotike brenda ambienteve të një lokali. Burimet bëjnë me dije se të gjithë personat e përfshirë në konflikt ndodheshin në të njëjtin ambient, ku po konsumonin pije alkolike. Dyshohet se debati ka nisur për motive të dobta, të cilat më pas kanë degeneruar në dhunë fizike, e ndikuar edhe nga gjendja e tyre nën efektin e alkoolit. Dëshmitar në vendngjarje kanë treguar se sheri ka qenë i menjëhershëm dhe mjaft agresiv, duke shkaktuar panik te klientët e tjerë të lokalit. Menjëherë pas përplasjes, është njoftuar policia, e cila ka mbërritur në kohë të shpejtë dhe ka ndërhyrë për të neutralizuar situatën. Forcat e rendit kanë shoqëruar disa prej personave të përfshirë në komisariat për marrjen në pyetje dhe për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale. Ndërkohë, 2 vëllezërit e dhunuar kanë marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore të secilit prej të përfshirëve në këtë incident të dhunshëm.